Flamurtari në basketbol për femra vijon kryesimin në kampionat ndërsa nuk njeh asnjë rezultat tjetër veç fitoreve. Ekipi Vlonjat ka siguruar tashmë edhe fazën play-off pas fitores arritur ditën e diel përballë Tiranës në Vlorë. Një ndeshje dominuar nga Flamurtari dhe mbyllur në shifra 80-51. Ekipi Vlonjat ka zhvilluar një ndeshje shumë të mirë përballë një prej ekipeve rivale këtë sezon për titull kampion, duke krijuar avantazh që në dy periodat e para të takimit. 10 minutë i parë është mbyllur në shifrat 25-11, ndërsa në të njëjtin ritëm Flamurtari ka vijuar edhe në 10 minutat e dyta, duke mbyllur pjesën e parë në avantazhin 46-26. Tirana e ka shumë të vështirë të reagojë në lojë me ekipin Vlonjat që vijon të luajë më mirë dhe të rrisë diferencën. Dy periodat e fundit janë sërish më të mira për ekipin e Flamurtarit që nuk i la hapësirë kundërshtarit, duke mbyllur krejt takimin në shifrat e thella 80-51. Pas ndeshjes, drejtori i klubit shumë sportësh Flamurtari Elona Asana i ka vlerësuar faktin se siguruar faza play-off në një kampionat që mbetet i fortë me rivalitet me Tiranën dhe Partizanin, ndërsa synimi është padyshim titulli kampion. Sot me një datur duket se do të mbeten një Flamurtari i Tiranës deri në fund. Nuk e dim se kampionati është i gjatë, kemi për të mbaruar kampionatin si sezon, pastaj kemi edhe play-offin. Janë 3 ekipet të cilat sulmojnë vendin e parë, që është Flamurtari, Partizani dhe neve. Kush do duroj dhe do jetë më i miri deri në fund, do ta fitoj këtë lojë. Si e pat ndeshjen sot? Sot ishte një ndeshje shumë e keqe nga ana jonë. Asnjë shut nuk hynte, edhe ku mundonim në mbrojtje nuk na dilte gjë. Ekipi Flamurtarit ishte në very good day, në ditë shumë të mirë sot. Ne ishim në ditën më të zezë tonën. Ndërkohë trajneri e Tiranës Mirza Alibega i ka cilësuar ndeshjen më të dobët të Tiranës, ndërsa sipas saj gara vijon. Këtë është shumë e rëndësishme përballë një rival direkt siç është Tirana. Ndeshja e sotme na çon të sigurt në play-off. Me këtë ndeshje pavarësisht se çfarë ndodh me Tiranën, po flas të ndeshjet përballë që kemi me Tiranën, ngel edhe 2 ndeshje e kemi rahur 3 herë, e kemi mundur 3 herë. Kjo do të thotë që jemi super të sigurt për play-offin. Do të thotë 3 ndeshje në Vlorë, 2 në Tiranë. Mos harrojmë kemi dhe Partizanin që është një ekip si Tirana. Kemi 2 ndeshje me Partizanin. Startojmë të mërkurën për ndeshjen e Ligës Unike në Tiranë në orën 5:30 në Farie Hot në Aslan Rus. Edhe ajo është një ndeshje që është për Ligën Unike shumë e vështirë, po objektivi jon kryesor është të dalim kampion. Jemi të sigurt deri tani drejt titullit kampion. Por nuk është thënë fjala e fundit akoma. Ndeshja e sot, unë e thash edhe më parë, kjo ndeshje na çoi me 3 fitore, e kemi mundur 3 herë, kemi dhe 2 ndeshje. Por mos të harrojmë që kemi dhe Partizanin në garë. Një mesazh për tifozët? Të them që ishin shumë, nuk ishin shumë. I përshëndes të gjithë ata që erdhën. Por qyteti i Vlorës ka shumë sportdashës. Ky pallat sporti duhet të mbushet me sportdashësit Vlonjat, duhet të vinë ta mbështesin ekipin e Flamurtarit. Flamurtari vijon dominimin në kampionat, ndërsa synimi mbetet padyshim titulli kampion, por pse jo edhe Liga Unike në basketbol për femra.